Një orë me Frankën në Top Albania Radio. Çfarë është egoja? Egoja është imazhi që ke për veten. Ai i cili ti mendon se je, është një konstrukt shumë kompleks në mendjen tënde, i përbërë nga mendimet, ndjenjat, sjelljet, besimet e tua të forta, të palëkundëra, vlerat, emri që ke në pasaportë, trashëgimia kulturore, perceptimi që ke për realitetin. Si fillim, le të themi disa karakteristika. Egoja ndan veten nga çdo gjë tjetër që është në botë. Domethënë, ne e identifikojmë veten si entitete të veçuara, ku nuk kemi lidhje fare me botën. Pra, unë Franka nuk jam ti, nuk jam deti, nuk jam natyra, jam thjesht unë. Këtu rrjedh dhe instinkti i mbijetesës, ti kundra botës. Prandaj çdo individ e shohim si kundërshtar, armik, sfidant, sepse ne ndihemi të identifikuar vetëm me veten tonë. Së dyti, problemi me egon qëndron se shpreh si shumë e ngjitur ndaj identitetit të saj, nuk dëshiron të ndryshojë, mendon se ashtu është perfekte, por si më të zhvillohesh për më lart nëse egoja të ndalon? Arritja e suksesit, jo vetëm financiar, por edhe si evolim personal, mundsohet nëse ne heqim dorë çdo ditë pak më shumë nga identiteti i ngurtësuar i egos. Kjo ego është ndërtuar si shumatore e gjithë eksperiencave dhe përvojave tona personale, që nga fëmijëria deri në sekondin që po flasim. Nëse në fëmijëri, për shembull, prindrit e tu nuk të kanë dhënë shumë dashuri dhe vëmendje, ti beson se nuk je me vlerë për të qenë i dashur. Egoja është e përbërë nga besimet tona dhe kjo eksperiencë jetësore krijon një karakteristikë të egos tënde, apo asaj çfarë ti mendon se je, një individ i padenjë për të dashur. Marrëm një shembull tjetër. Nëse para 2 ditësh arritë të fitosh intervistën e punës dhe ke marrë shumë vlerësime nga punëdhënësi yt i ardhshëm, egoja jote ndihet shumë krenare, plot vlerë. E kundërta do të ndodhi kur mbase nuk do realizosh siç duhet një projekt tek puna dhe egoja jote do të mendojë se je i pavt. Këto janë mënyrat se si eksperiencat tona jetësore ndikojnë në formëzimin e egos, ndikojnë tek imazhi që ne krijojmë për veten tonë. Prandaj them që egoja është një konstrukt, një ndërtim iluziv, sepse nëse unë Franka do të kisha lindur thjesht në një familje tjetër, po në Tiranë, eksperiencat e mia jetësore do të ndryshonin dhe si rrjedhim edhe konstrukti mendor i egos, pra imazhi që unë kam krijuar për veten, do të ishte një Franka tjetër. Por nëse unë do të isha dikush tjetër, thjesht se do të përjetoja eksperienca të ndryshme, atëherë kush më ngelet të jem unë? Kjo nuk është për t'ju friksuar. Së pari është për të ngasmuar pak atë nocionin që ne jemi pak më shumë se egoja, dhe së dyti për të bërë thjesht një paralelizëm, për të mos qenë kaq të ngjitur, të fiksuar mbas asaj se kush jemi, por të jemi të gatshëm të ndryshojmë, se nuk ndodh asgjë e tmerrshme. Vetëm egoja do të mendonte kështu, sepse siç tham, ajo është shumë fort e lidhur me identitetin e saj. Çfarë ndodh nëse ne do të ndryshonim? Thjesht ne bëhemi më të hapur, më të qetë, më pak nervoz, më pak paragjykues. Lejojmë dhe pranojmë eksperienca të reja të na mësojnë diçka të re që nuk e dinim për botën, realitetin dhe veten. Jepin.